e zëm ose në rastin që gjykata kushtetuese shfuqizon vendimin dhe gjendja kthehet, pra situata kthehet në gjendjen e mëparshme. Nga 11 komisione kthehen në 8. A mendoni ju që mund të ketë pasoja mbi stafe të punësuara rishtazi në këto komisione, apo nuk mendoni që do ketë pasoja? Pra, ata persona që kanë qenë në ato komisionin e mëparshëm janë transferuar, sepse dua të di sa pasoja financiare mund të ketë për individ të punësuar rishtazi për këto komisione. Faleminderit. Faleminderit, e nderuar. Stafi administrativ i kuvendit, pra stafi teknik që mbulon punën e komisioneve, nuk funksionojnë si drejtori të ndara sipas komisioneve. Pra është drejtoria e legjislacionit që ka një numër, apo drejtoria e komisioneve parlamentare që ka një numër të caktuar këshilltarësh, dhe drejtuesi i asaj strukture administrative bën shpërndarjen e këshilltarëve për komisione. Siç thash, më parë, nuk e di sa është numri në total, por nuk ka patur shtesa. Pra më parë një komision, duke qenë se ishin 8, mbuloheshe nga 4 këshilltarë, sot mbulohen nga 2 apo nga 3 për komision. Pra ky ndryshim apo shfuqizimi i këtij ndryshimi nuk sjell asnjë pasojë financiare për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Përveç se kanë bërë zyra të reja edhe ndoshta dalin mobilje të zyrave, që kanë bërë 11 zyra të reja për 11 kryetarë të komisioneve, kjo mund të jetë vetëm pasojë që mund të ketë, se nuk do ketë më 11 zyra, do ketë 8. Faleminderit. Fjalën për pyetje ka gjyqtari Marsida Xhafermari. Faleminderit, kryetar. Pyetja e parë imja, kam 2 pyetje gjithsej. Pyetja e parë imja ecën në të njëjtën linjë me shumicën e pyetjeve që u bën, lidhur me natyrën e rregullorës. Rregulloria, jo e kuvendit, por rregulloria në përgjithësi është akti brendshëm. Akti brendshëm në kuptimin që sjell pasoja vetëm për punonjësit që janë të punësuar në një institucion. Pra nuk sjell pasoja për të tretët. Dhe rregulli i përgjithshëm është që duke qenë e tillë, i shërben vetëm organizimit dhe funksionimit të brendshëm të një institucioni, prandaj ajo nuk bën pjesë tek aktet, tek piramida e akteve me natyrë normative. Përtej kësaj, gjykata ka vënë në dukje që ka një arsye pse kushtetuta ka parashikuar që organizimi dhe funksionimi i brendshëm i kuvendit zhvillohet sipas rregullorës të miratuar me shumicën e të gjithë anëtarëve, dhe kjo arsye ka të bëjë me autonominë parlamentare, në kuptimin që një ligj i miratuar, një legjislaturë e caktuar me një përbërje, me një konfigurim të caktuar, të mos detyroj, pra të ketë ai që vjen, të ketë autonominë parlamentare për ta rregulluar organizimin dhe funksionimin sipas vullnetit vet. Të gjitha këto të lidhura edhe me parimin e demokracisë përfaqësuese. Dhe pyetja ime këtu është: ne dimë gjithë që puna efektive në kuvend kryhet pranë komisioneve. Pra komisionet janë zemra organizative e kuvendit, pavarësisht që qytetarët nuk shohin shpesh produkti final miratohet në seancë plenare, po puna efektive që merren të gjitha aktet bëhet nëpër komisionet parlamentare. Dhe për shkak të parimit të demokracisë përfaqësuese, komisionet parlamentare, parashikon rregulloria juaj, i nënshtrohen parimit të konfigurimit politik. Pra komisionet në miniaturë pasqyrojnë të njëjtën përbërje, siç është edhe rezultati i zgjedhjeve. Nga ana tjetër, parimi i demokracisë përfaqësuese, sidomos në miratimin e akteve, për të cilat ndjekim një procedurë shqyrtimi të caktuar, e vë theksin gjithmonë edhe tek roli substancial i opozitës. Roli substancial i opozitës jo në pikpamje të numrave, sepse për shembull në rastin konkret që po diskutojmë, është e qartë që rregulloria miratohet me shumicën e gjithë anëtarëve që mazhoranca aktuale e ka këtë numër, por roli substancial i opozitës që ajo të japë një kontribut real, qoftë edhe nëpërmjet pyetjeve, amendamenteve, diskutimeve të tjera me radhë. Tani kur ju pretendoni përpara kësaj gjykate që ju është cënuar parimi i demokracisë përfaqësuese në miratimin e kësaj rregullore. Ju lutem saktësoni nëse bëhet fjalë thjesht për lirinë e shprehjes së deputetit apo të entitetit të opozitës parlamentare, apo bëhet fjalë edhe përtej kësaj për një cënim të rolit substancial që duhet të ketë opozita. Është pak a shumë e njëjta pyetje, po thjesht për ta saktuar dhe për ta mbajtur në vëmendje.
Faleminderit, e nderuar. Pak a shumë, unë përpoqa të shpjegoja procesin dhe si dëshmitari asaj që ka ndodhur. Nuk bëhet fjalë vetëm për lirinë e shprehjes, bëhet fjalë për mundësinë tonë për të marrë pjesë në procesin ligjvënës. Secili deputet, po në rastin konkret është një detyrë më shumë e deputetëve të opozitës, ka të drejtën të bëjë propozime për ndryshime të akteve që vinë në kuvend, qoftë nga deputetët e majorancës, qoftë nga Këshilli i Ministrave. Në rastin konkret, kjo e drejtë për shkak të kohës së shqyrtimit, pra brenda ditës në 1 orë në total i gjithë procesi, i pamundësoi deputetëve të opozitës që të kishin mundësi të paraqisin amendamente apo mendimet e tyre, vlerësimet e tyre në mënyrë të strukturuar siç rregulloria e kuvendit e kërkon, për miratim, pra për votim, për shqyrtim në seancë plenare. Dhe rregulloria ne jep të drejtë vetëm me kushtin që ne t'i depozitojmë amendamentet 24 orë përpara fillimit të seancës. Dhe kjo lidhet me të drejtën që kanë deputetët e tjerë për të njohur me amendamentet që bën një deputet i caktuar. Pra ne praktikisht na u zërua, na u hoq mundësia për ndërmarrë iniciativë ligjvënëse, pra për paraqitur amendamente. Sa i takon rregullores kuvendit, unë besoj që dispozita kushtetuese që referon rregullimin, pra ndryshe nga aktet normale, ato që quhen rregullore për institucionet e tjera, në rastin e kuvendit nuk bëhet fjalë për një akt nënligjor. Sepse neni 6 i kushtetutës thotë që secili prej institucioneve kushtetuese të këtij vendi rregullohet me një listë posaçëm sa i takon aspekteve të organizimit dhe funksionimit. Në rastin e kuvendit, ligjin që rregullon organizimin dhe funksionimin e kuvendit e ka konsideruar si rregulloria që sankcionon organizimin dhe funksionimin e kuvendit. Por nëse e shikon përmbajtjen e rregullores kuvendit, aty ka bashkëveprimin që ka kuvendi me qytetarët,